Me kë u konsultuat për dorëheqjen? Me askënd. Po me familje? Me askënd. U surprizuan ata nga vendimi juaj për të larguar? Familja jo. E prisnin? Familja ime nuk surprizohet nga këto vendimarrjet e mia që kanë kosto dhe për ta. Unë jam e lumtur se janë njerëz që nuk ma kanë peshuar ndonjëherë këtë gjë, por unë hyj dhe ata fëmijë që nuk para u lë kosto familjarëve. Sigurisht unë i kisha prindër të dy shtetar, i matë të vetme gjë që nuk fal, dhe që s'kam për ta fal kurr, është të lexoj emrin e nënës dhe të babait në media. Këtë nuk do ta fal kurr, dhe sidomos... Në çfarë konteksti? Në kontekstin që kjo media e lirë dhe e pavarur, që bën shumë mirë që është e lirë dhe e pavarur, kur vendosin të godasin një individ, mua në rast... Shkojnë të familja, që të? Shkojnë të familja, deri te një vlla s'kan probleme. Nuk ka probleme, i mbanaj. Është mësuar. Kur lexoj pastaj në shkrimet, më thuhet babai i saj i ish punonjës i sigurimit, që nuk ka qenë kurrë babai im punonjës i sigurimit, i madh ka qenë ndër 5 koronelët e parë që ka pas ky vend, dhe që në vitin 94 ka themeluar për herë të parë Departamenti i Sigurisë Bankë Shqipërisë, nuk e njihnin çfarë ishin. Është ekspert i certifikuar i FBI në Shqipëri dhe ka një CV që shumica këtyre të mbledhen bashkë gjithë rilindjes dhe këta që paguajnë këto portalet nuk e bëjnë dot.